Do diskutojmë tani në lidhje me marrëveshjen midis Shqipërisë dhe Italisë për njojën reciproke të pensioneve. Në vendin tonë, gjithçka është kryer vitin e kaluar, është botuar dokumentin fletore zyrtare dhe ka marrë fuqi ligjore, ndërsa në Itali procesi ka zgjatur më shumë, por është në hapat final dhe brenda pak ditësh mbase edhe sot do të publikohet në fletoren zyrtare. Ne do diskutojmë më gjërësisht me zotin Esat Balla, inxhinierën Esat Balla, presidenti i shoqatës Diaspora 9119, Ania P, por gjithashtu përshëndetje, mirë se erdhët zoti Balla. Faleminderit për ftesën dhe shumë faleminderit për hapësirën konstante që i keni bërë çështjes pensionit. Faleminderit dhe ju për gjithë punën e madhe që keni bërë për ta finalizuar këtë marrëveshje. Gjithashtu me ne është edhe zonja Greta Balla, ekonomiste, po e shoqatës Diaspora 9119. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm e faleminderit për hapësirën. Zoti Balla, në çfarë pike jemi? E dim që jemi në finish, por ka edhe pak. Atëherë, shoqata jonë është e vetmja shoqatë që jep lajmet para ancës, sepse jemi të vetmi që e ndjekim hap mas hapi dhe me telefonata, me email, Dhe nga shoqata tek skani pastaj. Nga shoqata dhe televizioni juaj është i pari që na ndjek vazhdimisht dhe na krijon hapësirë. Është në të mirë të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Itali. Patjetër, faleminderit. Sipas informacioneve që kemi ne, do të thonë 2-3 ditë përpara, pritesh që të dilte në gazetën zyrtare, kemi telefonuar në gazetën zyrtare, na thënë që përpara se të vike ne, do të thonë menjëherë sa e firmosi presidenti Mattarella në Itali, zakonisht për 2-3 ditë del. Nuk ishte dalë akoma, i morëm në telefon, na thanë që duhet shkoj përpara tek Ministria e Drejtësisë. Kemi marrë në telefon Ministrinë e Drejtësisë, na thanë që ja kemi nisur sot. Kështu që sipas informacioneve të fundit, sot presim që të dalin në gazetën zyrtare. Sot publikohet në fletoren zyrtare, themi ne, gazetën zyrtare në Itali. Pastaj, çfarë ndodh? Menjëherë, pasi bëhet ligj, hynë sipas akordit që ka bërë dy komisionet, dy shtetet, të dy institutet, ISSH-ja dhe Instituti dhe INPS i Italisë, do të shkëmbejnë dokumentat me njëri tjetrin dhe në ditën e parë të muajit të dytë, ky akord hyn në fuqi dhe shqiptarët do fillojnë të marrin. Që i bjen në 1 maj të këtij viti. Dita e parë e muajit dytë pas Dita e parë të muajit dytë, po. Nga ky moment e në vijim, pastaj shqiptarët çfarë duhet bëjnë? Nga ky moment e në vijim, shqiptarët nuk do të bëjnë asgjë, do të shkojnë kush ka moshën e pensionit, 67 vjeç në Itali dhe 65 në Shqipëri, të shkojë në patronatet, në zyrat e patronatit, në Itali ose në ISSH në Shqipëri, të bëj kërkesë për pension, edhe të dy zyrat janë të akorduara me njëra tjetrën, kanë akses në të dy anët e Adriatikut, edhe procedura vazhdon vetë. Ti thonë, i duam parat në filan konto korrent, në këtë libres, asgjë tjetër nuk do të bëjnë. Ndërkohë, zonja Balla, ju jeni ekonomiste e Diaspora 9119. Unë punë e vështirë? Për mua puna është shumë e lehtë në këtë jeni edhe pa aspekt. portofol. Sepse pikërisht ne nuk kemi konto korrente, nuk kemi dashur ta hapim një llogari rrjedhëse për të evituar shumë keqkuptime, shumë fjalë të thëna në rreth e qark. Pra tjetë gjithmonë kemi qenë gjithmonë në shërbim të diasporës për ide, jo për përfitim. Kjo është ajo që kemi bërë gjithkohën, që kur Esati ka krijuar grupin në Facebook, që kur Esati krijoi bashkë me Giorgion, ishte ideja e Giorgio Rubolinos që u krijua shoqata, dhe në atë moment që u krijua shoqata do të duhej të krijonim edhe llogarinë rrjedhëse. Ne këtë nuk e bëm. Domethënë, ekziston një fletore për të mbajtur llogarinë, por nuk ekziston një llogari për të hedhur në fletore. Çka ka qenë me kontribute mbase me shpenzimet tuaja? Kemi bërë çdo gjë me shpenzimet tona, udhëtimet në atë kohë ne ishim në Zvicër, edhe nga Zvicra në Rom kemi shkuar disa herë, kemi shkuar në Asti, nga Ravenna, tashti që jemi në Ravenna, kemi shkuar në Asti për të mbledhur, për të krijuar shoqatën. Edhe shumë gjëra i kemi, ose edhe këtu në Tiranë kemi ardhur, po prap me shpenzimet tona nga Italia, për të dhënë intervista Esati, për të
si që kjo çështje të ecte përpara sa më shpejt, sepse ka shumë njerëz që presin akoma sot e kësaj dite dhe nuk mund të marrin pensionin nga deri në 71 vjeç, domethënë duhet presin që të marrin pensionin. Patjetër që marrëveshja ka qenë kulmi i marrëveshja midis dy vendeve, kulmi i punës, kam përshtypjen i diaspora 91-19. Ka qenë një punë e lodhshme flasim gjatë tyre viteve që ka qenë edhe marrëveshja. Ka qenë një punë shumë intensive, e lodhshme po se po, me stres, sepse jo vetëm për ta shtyrë përpara çështjen, por kemi hasur dhe shumë pengesa nga njerëz të cilët për interesat e veta nuk donin që kjo çështje të shkonte përpara. Sa ti është lodhur më shumë, unë pa dyshim nuk kam bërë aq sa ka bërë ai, unë kam qenë vetëm mbështetje. Kështu që në fund ja dolët. Ishte një fitore e madhe para një viti në shkurt, në 6 shkurt 2024, ishte një fitore e pa imagjinuar, sepse gjithë ajo punë u kurorëzua më në fund. Megjithse ka kaluar akoma një vit dhe tashti hapat janë një mas një. Janë burokratësit. Janë burokratësit që do t'i ndjekim derisa të arrihet. Esatin nga kjo anë nuk ka asnjë lloj interesi, sepse Esatit pensionet e veta mbushi moshën 65 vjeç e mori pensionin në Shqipëri, në Zvicër po ashtu, tashti ka marrë dhe pensionin në Itali, kështu që ka punuar për ideal. Mos ishte mirë të kishit pritur pak kohë sa të hynte në fuqi? Jo, absolutisht. Unë këtë punë e kam bërë që në fillim me devocion dhe ideja, se po më rëqefet mishët e Shqipë, ideja ime ishte që të mësojnë shqiptarët të bëhen bashkë dhe të kërkojnë me ngur drejtat e tyre. Dhe këtë ja përsëris të rinjve, shokëve të mi që shofin ndonjë padrejtësi në lagje, në institucionet. Ta ngrenë zërin, të kërkojnë drejtat. Bëhen i bashkë, ngrenë zërin, sepse nuk ka gjë që nuk arrihet. Unë kam hasur pengesë, më thoshin jo e ketë kotë, jo kështu, vetëm fare e kam nisur këtë punë. Shumë shqiptarë është ajo që thotë Konica, e keqe shqiptarë, janë vetë shqiptarët, më kanë sulmuar padrejtësisht, kanë shpifur, unë kam mes përpara, i bindur që këtë gjë do ta bëja dhe kam pas fatin e mirë që kam gjetë dhe shumë njerëz mirë. I kam kërkuar, po edhe ato më kanë kërkuar dhe bashkë me Gjorgjo, me Drejtanin, jemi një grup i mrekullueshëm që kemi bërë të pamundur. Dhe në fund ja keni dalë, mbeten një ditë ose pak ditë. Ndërkohë, një vjeçari i fundit, pra periudha nga momenti në nënshkrimit marrëveshjes e deri tek finalizimi që jemi thuajse. Ka qenë një periudhë e vështirë, e kam fjalën tek telefonatat, tek komunikimet, tek presioni gjithmonë pozitiv që janë bërë institucioneve italiane, por edhe atyre shqiptare. Tashti ne këtë punë e kemi nisur në 2019. Fillim isha i vetëm, pastaj erdhi Gjorgjo, kryum shoqatën, kanë ardhur shumë njerëz të tjerë që na kanë përkrahur, na kanë ndihmuar, kemi bërë protesta, kemi bërë kështu. Dhe viti i fundit është viti që më tepër është angazhuar Dritani. Dritani ka qenë edhe në studio në Skype Dritani kemi pasur. Dritani, do të thonë fillimisht unë kur krijova grupin isha i vetëm. Unë jam person po jo po. Mirë, po kjo gjë nuk ishte e mirë. Duhen edhe negociata. Duhen negociata. Erdhi Gjorgjo Urbolino. Gjorgjo është njëri dashamirë, si qeshë, nuk prish qef një, do të thënë më plotsoi ato anë që unë nuk i kisha. Mirë, po të dy ne kishim një defekt, nuk kemi politikanë së Dritani dhe nuk kemi italian folës aq të mirë së Dritani. Dritani është një politikan i mirë, është një folës i mirë, din të komunikojë me njerëzit dhe kryesisht të vitit e fundit e ka bërë Dritani. Është një kërkues i unë nga jeri them jetë që në Gjorgjo Rubolinës. Insiston ka insistuar në çdo hap, në çdo komision. Të nis emailin të merr në telefon. Ne, jo po e ka ky, merr tjetër në telefon. Një punë e vazhdueshme, intensive dhe e paloshme. Unë do të thoja juristi i grupit. Juristi i grupit. Shumë mirë sepse presioni gjithmonë është pozitiv. E ka ndjekur çështjen në çdo hap që ka qenë në institucionet italiane. Të kalojmë tek përfitimet. Për këtë vit, çfarë buxheti parashikohet, sa përfitues pritet të ketë? Atëherë, politika thotë që janë mbi 500.000 shqiptarë që fitojnë. S'janë aq. Nuk janë aq. Aq mund të jenë që jetojnë në Itali. Aq mund të jenë që jetojnë në Itali dhe kjo shifër mund të jetë një shifër afatgjatë për nuk e di për sa vite, por simas raporti që është paraqitur në Senatin, në Parlamentin italian, për vitin 2024 kanë qenë 1246 përfitues, 2025 1387 dhe kështu me radhë. Dhe
Si fonde janë në 2025 janë 10,9 milion të vënë në dispozicion nga shteti italian, 10,5 milion në 2026, 10 në 2027, 12 milion në 2028 dhe 20,3 milion në 2032. Kështu me radhë, çdo vit ka... Kam përshtypjen që është planifikim dhe mund ndryshojë në varësi edhe të aplikimeve që do të ketë për pension. Po, janë ndryshime shumë. Sepse nuk mund i thuash individëve që mbaroi fondi dhe se përfiton. Ja, absolutisht. Ai do ndryshojë. Absolutisht, janë shifra janë të praafërta. Me fondin e parashikuar për 2024 që marrëveshja nuk hyrin në fuqi. Janë djegur ato fond. Janë djegur. Ata që kanë dalë në pension në 2024 nuk përfitojnë. Nuk përfitojnë. Ata që janë pranë, zoti Balla, është mirë të presin edhe pak? Ato që janë pranë është mirë të presin sepse ndoshta i rritet koeficienti. Pastaj kontingjenti më i interesuar për këtë janë ato shqiptarë që nuk plotësojnë kushtet. Do të thonë një shqiptar që ka 14 vjet në Shqipëri, në kontribute në Shqipëri, nga 15 që është ligji dhe ka moshën 65 vjeç, dhe një shqiptar që ka 19 vjet kontribute në Itali, nga 20 që është ligji. Ky është kontingjenti më i madh që mund të përfitojë. Nëse akordi nuk bëhesh, këto nuk merrin pension as në Shqipëri, as në Itali. Akordi është i jep të drejtën që ato para që deri dje humbnin, i merr të shteti, sot bashkon dhe i merr qytetari. Mund t'i marrin ku dëshirojnë, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri. Nuk ka bashkim, se është edhe një keq kuptim tek njerëzit. Shumë njerëz mendojnë që do t'i bashkohet, do marrin një pension të vetëm. Jo, do të marrin 2 pensione. Unë për shembull, për thjesht bashkohen vitet. Bashkohen vitet e punës. Unë për shembull që marr 3 pensione, një në Shqipëri, një në Itali, një në Zvicër, i kam pensionet vogla, po i marr sipas kontributit që kam bërë. Në secilin vend. Në secilin vend. Shqipëri 21 vite pune, në Itali 13 vite pune dhe në Zvicër 11 vite pune. Po meqense Zvicra me Italin kishte këtë akord që presim ne të bëhet sot, mu më njohën në Itali 24 vite pune, por pensionin e marë për 13 vite kontributi që kam në Itali. Ndryshe mos ishte akordi, nuk do merrje pension. Nuk do merrje ato vite. Ndërkohë, zonja Balla, ka qenë kjo periudhë, edhe nga jo që ju shikoni në përditshmërinë tuaj, qoftë në Zvicër, qoftë në Itali, ka shumë shqiptarë që mund të digjen pikërisht se mund të kemë punuar në të zezë. Kjo është padyshim që kush ka punuar në të zezë, ne nuk duhet të as ta themi që ka punuar në të zezë, sepse është një gjë e paligjshme. Është edhe shkelje. Është e paligjshme. Jo mund të pretendosh. Asnjë nuk mund të pretendoj për këtë gjë. Është kategorikisht e paligjshme puna në të zezë, në të gjitha vendet besoj, këtu në Shqipëri dhe në Itali padyshim. Gjithashtu e paligjshme është në çdo vend. Asnjë nuk mund të pretendojë për një punë që nuk ka derdhur kontribute, sepse në fund fare është ekonomi. Ke dhënë kontribut, do marrësh kontribut. Është edhe kontribut për kontribues, pra janë parat e individëve që duhen kthyer mbrapsht. Derisa s'ke kontribuar nuk mund pretendosh për ato vite. I ke marrë në vite më parë këto që kërkon sot, i ke marrë përpara, kështu që nuk mund të kërkosh ekonomiste. Kanë nga ana tjetër shqiptarët probleme me vitet. Flas gjithmonë për ata që jetojnë në Itali, sepse në Shqipëri dalin pafund pensionet të pjesshme pikërisht për shkak të mungesës. Vitet përpara 94-s, sepse ka probleme të mëdha, edhe për shkak të sistemit si ishte. Është problemi i sistemit kontributiv dhe retributiv. Por unë për shembull për veten time e kam zgjidhur duke marrë nga Shqipëria, duke sjell një javë punë. Më kërkuan që të bëj një riskato quhet në italisht. Të bëj një riskato që të futesha në kontingjentin e njerëzve që kanë filluar punë para vitit 96. Domethënë ligji parashikon kush ka filluar punë me 1 janar të 96-s. Për të devijuar këtë pengesë që ka ligji, unë mora një javë punë nga Shqipëria, nga një muaj, se një muaj më kushtonte rreth 1.000 euro për të paguar. Kontribut. Pse duhet të paguaj 1.000 euro kot, kur mjafton një javë, më kthyen, pagova një javë 200-300 euro, sa ishte, dhe kështu e zgjidhet problemi. Pra mund zgjidhet edhe në këtë formë. Unë do të shtoja një gjë të vogël këtu, jo se Satit i shpëton, nuk është se nuk e di, por këto janë probleme teknike.
Dhe për këto probleme teknike... Nuk i din se si duhet. Pikërisht, për këtë po e them, për njerëzit. Këto janë probleme teknike dhe njerëzit duhet të drejtohen ke patronatet, sepse ato do t'jenë të mirë informuar për këtë marrëveshje, do të kenë ligjin, do të kenë nenet e gjitha, dispozitat, çdo gjë të parashtruar. Puna e SAT-it me këtë marrëveshje mbaron, nuk është teknik i pensioneve, si me thonë. Rëndësi ka të ngresh strukturat, sepse strukturat këtu në Shqipëri janë. Për këtë, SAT-in e ka ndihmuar shumë, mund të thot SAT-i vetë kush patronat? Irena Gjani, Inak Albania, që ajo është një specialiste shumë e mirë dhe mund të ndihmoj të gjithë shqiptarët që janë këtu në Shqipëri. Ndërsa në Itali ka patronatet për pensionet, që çdo shqiptar mund të drejtohet. Mund marrë informacion, mund marrë gjithçka. Mund marrë informacion dhe ndihmë për këtë punë. Plotësimin e dokumentave. Plotësimin e dokumentave do ta bëj në pranitë patronateve. Irena është laureuar në Itali, në Ancona, ka punuar atje, ka pas një studio atje, është kthyer përfundimisht në Shqipëri, ka këtu studien vetë, kështu që është specialistja e njeh jashtëzakonisht mirë. E njeh çështjen edhe emigracion. Në Itali, edhe me bisedat që kemi bërë me zotin Trimçev, presioni ka qenë gjithmonë në çdo institucion ku ishte çështja e pensioneve. Në Shqipëri keni pasur mbështetje, pavarësisht se këtu gjithçka u mbyll shumë shpejt. Në Shqipëri fillimisht ishte vështirë. Unë kam arritur të kontaktoj deri me kryeministin Rama. Po ishte koha që kryeministi Rama kishte ngritur Ministrinë e Diasporës. Po. Edhe më lidhi direkt me Pandeli Majkon. Që ishte ministër. Pandeli Majkon kishte caktuar Etjen Xhafaj që ishte zëvendësministri i punës jashtme. Në postimet e mia unë kam thënë kështu, se kisha eksperiencën e Zvicrës. Në Zvicër, nëse është një problem popullor, presidentja e shtetit hypte trenit dhe ka ardhur në Itali me tren, jo me avion, hypte trenit. Zoti kryeminist, kjo është një problem që duhet ta zgjidhni ju. Se në Itali ka një shprehje, i Zoti i thot qenit, qeni i thot dhelprës, dhelpra i thot bishtit, bish fillas për dridhet. Edhe kjo po kështu është. Edhe faktikisht kështu ndodhi, në momentin që zoti Rama u bind që mbrapa kësaj çështje është një numër i madh votuesësh, një numër i madh emigrantësh që ka nevojë për punë, i hyri kësaj çështje vetë dhe zgjidhën Meloni siç jemi dhe zgjidhën shumë. Edhe për fat, edhe për shkak të miqësisë që ata mund të kenë njëri me tjetrin, me Rama me Melonin, gjithçka u zgjidh në një kohë rekord. Rekord, ashtu është. Çfarë duhet bëjnë individët gjithmonë në kuadër të dokumentave? Supozojmë një shqiptar i cili ka punuar për 10-15 vite në Itali dhe është kthyer jeton në Shqipëri. Ai duhet të shkojë te Instituti Shqiptar i Sigurime apo duhet të shkojë te italiani? Atëherë, një shqiptar i cili e ka abandonuar përgjithmonë Italinë, ka hequr domicilion, siç vendbanim, rezidencën nga Italia dhe në Shqipëri, qofse ka mbushur moshën e pensionit 67 vjeç, e merr edhe pse kjo kohë mund të ketë kaluar, edhe me një vit punë e pension që mund të ketë pasur në Itali, mund ta kërkojë dhe e merr. Deri dje në Shqipëri thonë nuk bëhet, për Irena Gjani që thash që përmendëm më parë, ka bërë disa raste dhe shqiptarët këte mund ta marrin këtë pension dhe pa akordin. Pra mund ta bëjnë nga këtu. Mund ta bëjnë nga këtu, i merr. Kurse me bërën e akordit janë këtu, mund të shkojnë në patronatet shqiptare, në ISSH, mund të bëjnë kërkesën edhe lidhen direkt me IMSI. Po në rastet kur për arsye të ndryshme nuk e kanë deklaruar heqjen e rezidencës nga Italia. Nëse nuk e kanë deklaruar dhe e mirë është të mos e heqin rezidencën, se nuk ka arsye se ka përfitime nga ana shëndetësore, ka shumë avantazhe tjera, atëherë mund ta bëjnë dhe këtu dhe atje, nuk ka asnjë problemi. Pra është prapë thjesht. Prapë thjesht, asnjë problemi nuk ka. Ku të duan. Edhe unë që jam me banim në Itali, mund të vi këtu, me qenë se kam Irene në shoqë, bëj kërkesë. Edhe bën aplikimin nga këtu. S'ka problem. E bën kërkesën këtu, por është vlefshme edhe për Italinë. Patjetër. Për këtë arsye është marrëveshja dypalshe. Ndërkohë, marrëveshja do të kryhet me shumë mundësi në fuqi në datën 1 maj. Sfida e radhës? Për këtë nuk kemi menduar akoma, sepse
Pensionet mbaruan. Pensionet, sfida e radhës e shoqatës. Sepse pensionet finalizohen shumë shpejt. Pyetje e bukur. Atëherë, ideja ime në jetë është që rinia është ajo që të ta marrin dorë dhe unë kam qenë gati disa herë që grupin t'i adresoj më të rive se kanë më shumë energji, kanë më shumë forcë, më shumë vullnet etj. Por drejtimin e grupit, jo të shoqatës, drejtimin e grupit e kam mbajtur vetë. E kam mbajtur vetë sepse që ditën unë them më ka ardhur paket nga Zoti. Që ditën që kjo paket më erdhi, kisha bindjen që do ta bëj punën e pensionit dhe do ta mbyll grupin. Dhe dua që diaspora 1919 të mbahet mend se i lojtari i mirë që punoi si Messi. Messi merr nuk e di sa milion, por ne punojmë, ne jemi njerëz vullnetar. Bëm një punë të shkëlqyeshme dhe duhet të mbahet mend shoqata vetëm për këtë punë. Prandaj vetëm për pensione. Prandaj e kam mbajtur vetë në dorë grupit do të mbyllet. Mund të ketë një sfidë tjetër për shembull? Sfida tjera, rinia e ka rrugët e hapura. Apo hapet një grup i ri. Hapi një grup tjetër, unë jam i gatshëm të ndihmoj me eksperiencën time, me punën time, me dijenitë e mia, me këtë që kam unë, por diaspora 1919 përfundon misionin e vet. Përfundon me hyrjen në fuqi të marrëveshjes në datën 1 maj pagesht. Mund të rridhe pak kohë nëse dikush kanë nevojë për ndonjë eksperiencë, për ato teknikët që kemi ne që vullnetarë që na ndihmojnë, mund të rridhe pak kohë ndihmë, por do të mbyllet si grup, nuk do të merret me asnjë gjë tjetër. Dhe vështirësia e grupit ka qenë kjo, që ne jemi në grup, nuk kemi lejuar as shakara, as festa, as gjë, vetëm pension. Vetëm punë. Ishte një grup i vështirë, njerëzit nuk vinin, shqiptarët shkonin bënin festa me njëri tjetrin, ke grupi nuk vinin. Nuk vinin se s'kishin besim, nuk vinin se nuk gjeshin divertiment, nuk gjeshin arsye për të ashtu. U bindën më vonë që ky është grup serioz, që ky është grup që punon për shqiptarët, për ne, gjetën veten dhe na përkrahën dhe ja ku bëm një kolektiv shumë i bukur dhe për të pasur zili. Mbase kjo mund të jetë një arsye për të mos ta mbyllur. Edhe ju jeni dakord? Unë nuk jam dakord me këtë, por i takon administratorit grupit të vendosë. Ai merr vendimet. Ju falenderoj që ishit në studio dhe shumë suksese në projekte tjera, sepse me pensionet e mbyllet. Faleminderit shumë, po projekti im është pleqëria. Edhe kjo është një zgjedhje shumë e mirë. Shumë faleminderit për hapësirën që na keni krijuar gjithmonë, për mundësinë që keni krijuar dhe shërbimin që bëni qytetarëve shqiptarë në këtë çështje. Është detyra jonë të informojmë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, si